Besimtari nuk dhunon as atë që urren, e as nuk do të bëj mëkat duke ndihmuar atë që do. Ai nuk përgojon, nuk bën me sy duke e përçmuar tjetrin. Nuk hulumton në të metat e huaja, e nuk e kërkon atë që nuk i përket. Ai nuk e mohon të vërtetën edhe nëse është kundra tij. Fjalët e tij janë ilaçe të vërteta. Durimi është devotshmëria e tij. Heshtja mendimi i tij i vërtet. Dhe shqyrtimi i tij është mësim. Shoqërohet me të diturit që të mësojë prej tyre, në mesin e tyre hesht që të mos gabojë kur flet, dhe flet për të marrë mësim. Kur besimtari e bën një të mirë, gëzohet. E kur gabon, menjëherë kërkon falje. Besimtari në mesin e njerëzve është dinjitoz, e në vetmi falendërues ndaj Allahut.